nga goti. Përshëndetje të dashur të emisionit Një ditë me. Sot jemi në qytetin e historisë në Vushtrinë e Lashtë, për të kaluar një ditë me njeriun që la diplomacinë dhe arsimin për të shërbyer vendlinjës së tij. Ferit Idrizi njihet si një figurë e matur, por sa është e vështirë të ruash shqetësinë kur menaxhon kërkesat e mira të qytetarëve dhe bllokadat që vijnë nga Prishtina. Sot do ta njohim Feridin jashtë kostumit zyrtar. Një ditë me kryetarin fillon tani. Ejani e shikojmë së bashku. Përshëndetje zotri kryetar, vjen mirë që ke pranuar ftesën. Kam shumë kënaqësi të jem mysafire e juaj në komunën e Vushtrisë. Mirë se erdhët. Kryetar, si fillon dita në një qytet që zgjohet me peshën e historisë mbi supe? Unë zakonisht zgjohem herët dhe në ora 8 jam në zyre. Pra filloj punën herët në ora 8. I kam paraprakisht agjendat ditore, pra një ditë përpara veç i shënoj në notes, me cilë drejtora individualisht kam i kontaktue për me pa punë, detyrat, aktivitetet ku kanë shku. Jo të gjithë drejtorat brenda dite i kontaktoj, sepse kemi takime mujore me drejtora, do me thonë kemi në fillim të mujt, çdo fillim të mujt, në mënyrë që mi përgadit mandej materialin për Komitet për Politikë e Financa edhe për Kuvend. Po, për shembull, kemi tash ka shumë projekte duke u realizue, sot e pata drejtorin e emergjencave, sepse kemi problem me qenit e ndacak, edhe pse kemi kontratën e nënshkruar me operatorin, mandej kemi edhe, patëm edhe gjëra tjera me bisedue, pastaj drejtoreshën e kulturës për shkak të aktiviteteve kulturore. Pra, për çdo ditë i kam 1, 2, mas shumë të deri në 3 drejtora, varësisht prej temave që janë të domosdoshme me bisedue edhe i adresojmë. Kështu që jam shumë i informuar për gjithçka që ndodh në komunën e Vushtrisë. Pra, prej mëngjesit, mandej gjatë ditës në pjesën e 2, do me thonë dikun pas orës 11, dalëm në teren, janë duke u realizu projekte, zakonisht i marrë menaxherin e projektit, edhe dalëm, i vizitojmë pak ma heret isha në shesh, janë duke u kry punimet në shesh, normalisht që ka pas edhe prona publike të uzurpuara, veç jenë liru ato, jenë liru me mirë kuptim, bashkë kemi bisedu edhe me ato biznese që do të me u liru, isha personalisht vetë. Një pjesë të kohës e shfrytëzoj edhe për vizita në familje që kanë rastet e vdekjes, i ndjeku shumë, pra në gjithë territorin e komunës së Vushtrisë, mendoj që është një veprim human, në ato momente të vështira me ju gjindë familjeve, kryetari i komunës me shkue, me i ngushëllu, me nda 2-3 minuta, jo më gjatë ato, 2-3 minuta, edhe kështu, pres telefonata prej qytetarëve, vazhdimisht qytetarët e kanë numrin tim telefonit. Çdo qytetar që ka dëshirë me pas e ka numrin tim telefonit dhe më thret drejt për drejt. Ka të tjerë që më shkruajnë në rrjetet tjera sociale, siç është Facebook ose në platforma tjera në Viber, WhatsApp, ju kthej përgjigjet edhe atyre, edhe ajo me mërkohë, po zakonisht përgjigjet i kthej mas orarit të punës. Po shkoj të shtëpia, po shoj dhe ju kthej përgjigjet. Do më thonë një hapur për çdo qytetar, për çdo çfarë do probleme që ka. Po, për çfarë do problemi, pavarësisht a mundemi me kry punë apo jo, përgjigje ka me pas qytetari. Nga diplomati në kryetar Vushtrie, a ju mungon qetësia e sallës së ligjërimit? Shumë më mungon, sepse unë kam zhvillu karrierën në arsim, kam ligjeru në të 3 nivelet e arsimit, në shkollën fillore, në shkollën e mesme edhe në universitet, edhe është një fushë që e du, shpesher bisedoj për gjendjen e arsimit në Kosovë, jo vetëm që e du, po kam bo me pasion sinqerisht se kam punu gjatë, në 11 vite e kam udhëheq departamentin për bashkëpunim ndërkombëtar dhe koordinim politika në Ministrinë e Arsimit
dhe kam qenë shumë ambicioz, kam bashkëpunu me eksperta të ashtum të fushës të arsimit, mandej kam pas shumë vizita studimore në vendet më të zhvilluara të Evropës dhe të botës, deri në Japoni, dhe edhe sot përkundër këtyre punëve, sfidave që i kam, jam i gatshëm me kontribu në mënyrë vullnetare me dijen time në reformimin e sistemit arsimor. Cili është vendimi më i vështirë që e keni marrë si kryetar komune? Po, me thonë të drejten, kanjere ka vendime shumë sfiduese si kryetar komune, pra se di çka me veçu prej vendimeve të vështira. Vendimi më i vështirë për neve ka qenë kur është dashur, do me thonë, një pjesë të madhe të buxhetit me i dhënë për mbaruesit, edhe kemi pas deficit buxhetor për realizimin e projekteve, se kemi ditë, ose për shembull ajo na ka ndikuar drejt përse drejti se unë kam pas plane me mbështet edhe më shumë tritë edhe të rejat, sidomos të start-upet, edhe është dashur me marrë një vendim që me i nalë ato thirrje publike se nuk ka pare. E pritjet e tyre janë, do me thonë, se trit presin, se tash e ka ndërtu një besim që unë i mbështeti. Po. Dhe ajo tash mu më mbren qysh me gjetë formën me mbështet më shumë. A ka pasur ndonjëherë presion politik apo publik sa i përket komunës së Voshtrisë? Me thonë të drejten, mu më kam pranu kështu qysh jam, si profil, si karakter, pretendoj me qenë njeri i qetë, pretendoj me qenë shumë i afërt, pretendoj me qenë shumë i drejt në raport me qytetarë, nuk kam pra dioptri partijake kur jam pyetje qytetarët, i trajtoj mirë, dinitet shumë, i trajtoj në mënyrë të barabartë, edhe kështu më kanë pranu edhe politika, kështu më ka pranu, kështu qysh jam, edhe nuk e kam atë lash. Cili projekt i komunës suaj ju bën krenar që e keni bërë deri me tani? Ka disa projekte, po unë kisha me veçu tash sheshin e qytetit që është në përfundim bashkë me parkingun në Toksor, ka dalë me projekt jashtëzakonisht i mirë, edhe pse ka pas shumë skeptik me këtë projekt, se ka pas shumë infrastrukturën toksore me u menjanu për me realizu një projekt të tillë, po me të vërtet ka dalë diçka shumë e bukur. Tash është duke u ndërtuar edhe tregu i gjelbërt i qytetit, është rregulluar parku i qytetit, kemi fillu me zgjerimin e rrugëve që me të vërtet, po gjitha projektet që i kam realizu janë sfiduese. Ju tham sinqerisht, tash me dalë me këshire rrugën Bekim Berisha që lidhet me autostradë, duhet me u rënue dikun 24 muret pronave. Me u rënue për me u bëj zgjerim. Njëjtë e kemi zgjeruar bie fjala rrugën e Lumni Surdulli, kemi rënue shumë. E kemi zgjeruar rrugën Drenica që fillon prej Urës e Silnicës, shkon në drejtim Skënderajt, me dalë me vizitua, nuk po e lavdoj shumë, po me të vërtetë është diçka një mrekulli, e kemi mbjellë, është me shteg për bicikleta, me trotuar përkamësor, me trupa ndryshues, tash e kemi mbjellë edhe dryj dekorativ në të dyant, është diçka ka ndru pamje shumë bukur. Ato që i kemi bëj, i kemi punuar shumë mirë, e kemi ndërtu shtetitoret për gjatë shtratit e lumit të Silnica, shtetisin qytetarët, dalin i kalojnë vikendet asajde, po ka dhe shumë punë për të bërë, dhe unë po mendoj që në këtij mandati Voshtrin kena me bë një qytet që ka me kombinue modernja me klasiken, sepse është edhe qytet antik, ka trashëgimi kulturore dhe na do ta shfrytëzojmë këtë. Po nëse do kishit më shumë buxhet, cilin projekt do ta realizonit të parën? Nëse do ju kishin mundsu kushtet për më shumë buxhet? Po tash na kemi planifikuar edhe një stadion për rini që tradicionalisht janë mbajtë garat e futbollit vogël, thjerët stadioni i handbollit atje, mendoj shumë atje me bën një sallë, mandej me trajtu edhe pak lumin Tërstena, me i rregullu këto rrugë, kemi edhe një 7 rrugë që kena me i zgjeru në mënyrë që Voshtria me qenë e lehtë, shumë e lehtë për qarkullim, edhe një park të qytetit që kemi planifiku dikon 5 hektar janë afër lumit Silnica, ato mandej me bu me piscina,
me park lojnave, me sallë, me të gjitha. Vushtria po modernizohet. Si e ruani balancën mes kësaj kalaje antike dhe kërkesës të rinjeve për një qytet smart dhe modern? Po që kjo është ajo që do të kombinohet, sepse në qoftë se na një pjesë qytetit e bëjmë modern, atëherë këtu hyn edhe infrastruktura e qytetit, edhe zgjerimi i rrugëve, edhe parkingjet, atëherë vizitorët vinë për me vizitua këto objektet e trashëgimisë kulturore, mirë po kur ka hapësira të mjaftueshme, do të thonë për me hy me dalë me automjete, kur ka restorane të bukura që tash janë ndërtuar në ato pjesë, atëherë ata një pjesë të kohës e kalojnë te këto monumente, pjesën tjetër shkon edhe pe një kafe ose hani drejt në një restorant që tash veç janë bërë restorane shumë të bukura në qytetin e Vushtrisë. Ju e rikthyet Partinë Demokratike të Kosovës në Vushtri. Sa e vështirë është ta mbash gjallë idealin e partisë në një kohë kur liderët historik mungojnë dhe sfidat politike janë kaq të ngjeshura? Është shumë pozitive, e vlerësoj shumë edhe i falenderoj qytetarët, sepse qytetarët në nivelin lokal nuk po orientohen shumë me qitë votën baza partijake. Unë kam pas 15.500 vota. Unë kam fitu zgjedhjet, ndërkaq Partia Demokratike në Vushtri ka diku 9.000 vota. Çka ne kupton se obligimi im është obligim qytetar. Mendoj që me punë të mirë rritet performanca, do të thonë edhe individit, edhe kryetarit, po edhe e subjektit të cilës e takon. Unë mendoj që subjektet politike do të punojnë, të garojnë me projekte, me programe, të lanë kundërthonjet e thella që janë tani, që vetëm të mos them të këqija, po nuk i sjellin asnjë të mirë qytetarëve. Pra është një politikë konfrontuese, një politikë nëzitëse, një politikë që i helmon të rinj. Unë me thonë të drejten të gjithë e dinë përkatësinë time politike, subjektit në Partinë Demokratike të Kosovës, po asnjëherë, as në rrjetet sociale, as në institucion, unë nuk bisedoj për parti. Unë bisedoj për projekte. Mandej kur vinë puna zgjedhjeve, unë di që qytetarët kanë më jap votën te ai që punon. Po me kolegun tuaj zotri Alion, ma shumë flisni për projektet e reja apo për vështirësitë që keni në komunën? Agim Alion e kam mjek shumë të mirë, është modeli një kryetari të shkëlqyeshëm që do të më qenë, prandaj edhe dojnë qytetarët atje, jo veç e keni pa zgjedhjet parlamentare. Po. Do të thonë diferenca në mes parlamentarëve dhe lokaleve, kur vjen zgjedhjet lokale fiton ai ka bënë një ndryshim shumë të mirë në qytetin e Ferizajt, edhe na bisedojmë për projekte. Unë mendoj që të gjithë do të me bisedu për projekte, mos me humb kohë për me bisedu për partinë, se partitë i kanë programet e veta, partitë i kanë orientimet ideologjike, ose janë të majta, ose janë qendrës, ose janë të djata, kështu që s'kemi çka bisedojmë për ato, po na do të bisedojmë tash për projekte, për ndryshime, aq sa na lejon mundësia, për shembull në nivelin lokal, çka mundum na me bë për shembull për rinin, na mundum, do të thonë me ju dhon shkallësi, një arsimim të mirë, me ju dhon shkallësi për jetë zanate të mira, edhe me mbështet financiarisht me fillu me hap biznese. Zotri kryetar, me që jemi në Vushtri, ju njiheni për çajen, kështu që kishim dashur së bashku me dalë me pika një çaj, besoj që e pini. Tashmë jemi ardhur në një qajtore në Vushtri, kryetar prej komunës tuaj e deri te qajtorja patët shumë dashni. Ç'e përjetoni ju gjithë këtë dashni prej qytetarëve? S'mojshmi me hec, të ju nal, për me ju fol, një farë dashnie këgjë e rrallë. Unë i falenderoj qytetarët shumë për respektin që më bojnë, edhe unë jam qytetari këtij qyteti, këtij vendi, këtu jam rrit, këtu jam shkolluar, gjatë kam punu në këtë qytet, edhe sot po mundohem me bë më të mirën për qytetarët e Vushtrisë. Mi të gjitha e respektoj çdo qytetar edhe çdo qytetare
ka mundësi edhe me kontaktu kryetarin e komunës, edhe me thirrë në telefon, edhe me i shkrujt, edhe me ju përgjigj. Do të thonë ky komunikim që i kemi me qytetarët na ka ofruar shumë. Na ka ofruar shumë. Madje, thënë të drejtën, i marrë shumë idetë e tyre në realizimin e projekteve. Ka shpesh herë që më shkruajnë qytetarët, kryetar, është mirë me bë edhe këta, është mirë edhe këto. I shohin senet më mirë në terren, edhe ne me respekt, me dashamirësi, do me thonë, e marr ato, i falenderoj edhe ecim. Po kryetar, sa i përket masinave që në qajture, a e pini shumë qojën? A dilni ma shumë qajture, apo e pini në shtëpi? Po gjatë orarit, do me thonë, të punës, kur dalin pauzë, si tash i kemi dalë, në qajtore, po kur kthehna në mbrëmje edhe në shtëpi. Sa i përket jetës private kryetar, çka nuk din qytetarët e Kosovës për ty? E kam muzikën, si i ri jam marrë me muzikë, interpretoj instrumenta me tela, qiftelin, sharkin, primin, mandej këndoj, jam edhe në një farë deri në një mos edhe tekst shkruesi këngëve. Një kohë kur kam qenë më i ri, kam këndu ma shumë, kam edhe këngë të incizume. Hobi tjetër imi ka qenë shahu, kam lujt shumë shah. Kam qenë bajagin në qytetin e Vushtrisë. Nuk kam qenë më i miri, po kam lujt me më të mirë, si shahist, dhe tash si hobi dalë eci në natyrë dhe shkoj edhe në fitness. Edhe në fitness, çdo ditë kryetar? Po thuaj se minimumi 5 ditë javës po shkoj në fitness. Po cili është momenti që pritni gjatë ditës suaj? Një moment që me pushu, me shku në fitness? Me thonë të drejtën, ndoshta kjo është rutina ime se vetëm në punë që nuk kisha mujt me bo, kish me qenë 8 orë më ullë në karrif me qëndruë. Kështu që dalë aktivitete, dalë vizita të projekteve, gjatë ditës, gjatë orarit punës, sidomos pjesën e 2 të orarit punës, mandej edhe vizita familjare që e përmenda ma herë dhe me thonë në ngushtlime rastet e vdekjeve e kështu me radhë. Pa keni ndonjë vest që familja juaj e përdor si humor në shtëpinë juaj? Jam detajist. Detajist? Jam shumë detajist. Është e pamundur me ndodhë diçka mos me vrejt të nej pari. Po edhe në punë ashtu jam. Edhe në punë, po edhe në projekte me kolegë tu me menaxher të projekteve, do me thonë si dalë në binë sy që nuk kisha pas në asha dëshirë me qenë aq detajist, po jam shumë detajist. Po se i përket familjes suaj kryetar, na fol pak për fëmijët tuaj. Familja... A keni për mu mirë, me kalu me familjen tuaj një aktivitet ose diçka? Jo dhe të mjaftueshme, tash ne jetojmë me bashkëshorten edhe me djalin, 2 vajzat që janë para djalit, e 2 janë kanë kry shkollim, janë martu, kanë familjet e veta, kështu që na jetojmë në 3 antarë në familje dhe djali punon, po që me thonë jemi pak të shkepun se gjatë tërë ditës nuk gjen njeri në familje. E vërtet. Pa jepin strikt? Jo, qëfar, jo mëre, jo, jam ekstrem, jam i afërt në fëmijë, ashtu i kam rritë fëmijë, do me thonë, që me thonë shumë ngrohtë, shumë afër, edhe kur e kemi lëshu një valë, kemi valëzu gjithë me fëmijë, do me thonë, jo nuk. Edhe fëmijëve, thamë të drejtën, unë jam mundu me i mbështet, me i orientuë, mirë po, çdo herë fëmijët kanë marrë vendime. Unë kam qenë një mbështetës, një kujdestar, do me thonë një sugjerues, po jo një vendimar, se me thonë, kjo bon, kjo nuk bon. Qoftë edhe, ndoshta sot më pas pyet për shkollimin që kanë kryer, ne kisha zgjedhë diçka tjetër, se vërtet kanë mësuar, kanë qenë shkëlqyeshëm, po ka qenë zgjedhje e tyre edhe kanë studiu ato profilet që i kanë studiu, mirë janë, tash punojnë. Kryetar, shumë faleminderit që gjete kohë për me ndo këto informacione për qytetin e juaj. Unë kisha kënaqësi që kesh në qytetin e juaj dhe që na mikpritet e për mirë. Faleminderit edhe ju, jeni të mirë se ardhën. Faleminderit. Na miq të dashur, po shijojna çajin, kështu që na ndiqni javën tjetër.
nga goti.